Të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar të pranishëm, konstatoj se në salë jemi 99 deputet, kemi quorum për vazhdimin e seancës konstitutive. Në vazhdimet e seancës konstitutive me 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 maj, me 2 dhe 4 qershor 2025, subjektet politike PDK, Lista Serbe dhe AK Nisma nuk kanë propozuar antar për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Për formimin e Komisionit Zgjedhor nuk pati quorum për vendimmarrje, andaj ftoj PDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj LDK-n të propozoj një antar për komision. Ftoj Listën Serbe të propozoj një deputet për antar për komision. Ftoj AK-n Nismën të propozoj një deputet për antar për komision. Nuk ka propozime, andaj lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Pesëdhjetë deputet kanë votuar për, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, nuk kemi quorum, seanca ndërpritet, takohemi përsëri me 7 maj në orën 11.